më të ndjekur, po fillon sfida. Ne, ju dhe të gjithë shikuesit e presim në padurim të show të jashtëzakonshëm Super Sfida me moderatorin Enis Ujkani. Përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje të nderuar shikues. Faleminderit, përshëndetje të gjithë juve që jeni të pranishëm këto, edhe juve të gjithë që jeni para ekranit. Përshëndetje nga emisioni I radhës Super Sfida. Sonte është një gare veçantë, sepse të dy ekipet që do të garojnë në fazën e parë kanë qenë shumë të ashpër në garën derisa dhe fituan. Por, sonte me siguri se nuk do të kenë mëshirë ndaj njëri tjetrit, ata do të luftojnë me të gjitha forcat për fitore. Këtë e presim sepse loja sa më afër që është afër finales, me siguri që edhe ashpërsia e gares rritet. Atëherë, sonte I kemi pra ekipin Teatrit të Prishtinës kundër 3 personazheve. I ftojnë në skenë Teatrin e Prishtinës, ekipin shpëtimin Florentina dhe Virusi. 3 garusit për sonte shpëtimin Mirama, Florentina, Virusi. Mirë se erdhët në arenën e Super Sfidës, po sot ja kemi ndru vendin. Mirë, kërivo. Se ajo kaltër ta diqka si me zëre fitu të lujen. Po, sonte pas këmë I dhonë firmat kuqës, fla. Enis, mirë shumë, ata tjertë mos e thirë heq, se son shkrujti sunoj mesazh e kanë dorzu lojen, s'janë. E kanë dorzu? Po, se thasë për mujna me hinë konkurencë me juve. Nësa di unë kresi ndryshë është, sunoj edhe është me grip, edhe tha gjithsesi I smut e qysh do, tha du me orë në garë se e di dha që kam I mujtë, tha. Jo, na ashtu po flasim sos janë këtu, se kur t'vina s'flasëm e ta. Okej, ta shojnë tani qëfar do t'na thotë sunoj me ekipin e ti. I ftojnë e s'kenë 3 personazhe. Lora Nishi, Sunaj Raqaj dhe Mohamed Zeka. Sunaj Garusi Maj Dallon Suresvit. Dhe mes, po du mu ma ofër, po du mu inspirue. Sunaj mirë se erdhen këtë garë. Kuj pas ke gjithë? Dofta? Moti, jo. Problemi është, motivi është I vogël se na kështi me luftum mrena lojit. Shtë shumë mi e shku me do repera, me do kësi të stradës. Milionera do kësi. Ka mërshirë dhe aktorëve. Atër jepi zër, fitoj e garën sfidën e radhës, me siguri do të del dikush nga I repera. Shkoll ma mirë më do këndështorë tjerë, po të thomë drejti, shkoll ma mirë. Po të ishte strada, po këtë radhë. Me gjatë kush do që e fiton këtë loj, për neve është mirë. Ne fitojnë aktorë. Aktorët fitojnë. Ashtu pra. E që në më sheli gojen tash. Sa deshta me mujtë. Motivi është pak. Lese politike ka. Fitoj e lojen. Mohamed, ka ardhi përgatitën për këtë sit. Maksimalisht I koncentrum, 100%. Vlora vit qafi. Pa tjetër. Ani cake, bra. Cake. 2 ekipet e aktore në fillim duken kështu, si kur janë mish me zveti, për ta shohim sfidat e radhës. Ndoshta ndonë Na problemin e kemi të ndorja e roleve, jo të fitorja e sfidës. O, ty mu me pas e kom vdikë, se kështu... Po në këtë rast pëndojmë rolet, po bëjmë kundërshtar. Hajde u po, hajde nervozon, pak. Shumë mirë, atëherë jeni gati për sfida, po? Si Au. gjithmonë, shvetimi gati edhe publiku edhe 2 ekipet gati, kjo është loja e parë për ju. Sfida e parë Runners, një loj e hedhje simpatikeve, 10 gjutje I keni, cilë do t'jena ta garusit e parë. Sonoj me ekipin e vetë, 3 personazhet. Të pare që do t'garojnë. Sonaj 10 gjutje I keni, mund të lojnë të gjithë. I porë më gjithë. Po, dërsa ekipin kundërshtar e keni për krajën. A është me sekunda dhe kjo? Jo, nuk ka është... Koha nuk është e limituar. Kështu që përqendrim.
Loja po fillon. A duhet shtu me thjekë në ishtu? 2, 1. Loja starton. Çdo gjë është gati, çojmë është Vlora që do të tentojë para. Dhe njërë sakë në tentimin e parë, qojmë tentimin e dytë të Vlorës. Tash më mësoj teknikën, hekmi, mbylli asytë. Qojmë çfarë do të bëj tani, Vlora, Gjuan edhe njërë. Tani, Synaj shumë afer. Qojmë çfarë do të bëj Zeka. Zeka, Gjuan dhe qëllat. Zek, hajta me veni e parë. Nga 4 gjuajtje, 2 të sakta i kemi, qojmë tentimin e 5. Shumë afer, ja dhe njëherë Synaj, sak. Hajde Zek. Zeka. Veç edhe 5. Për pak. Hajde Zek, ti upe dhe shto. Tentimi Synajt, shumë afer. Synaj. Tani Vlora do të tentoj, publiku pak për kraje, publiku! Shikoni këta! Ja dhe tentimi i fundit, beten në 4 të qëlluara, nga gjithsej 10 tentime. Shohem tani si do të kundër përgjigjen skuadra e shokut ton Virusit. Shpëtim me dzeza unë ja që laj. 3 garusit e teatrit Prishtinës. 3-4 Ta hjekë si t'johë në një. Bëhet gati shpëtimi. Ha falimderit. Fer. Kjo loj ka 10 pik, kështu që Loja po përqendrim. fillon. Do i kemi qitë ju? 4. 3, 2, 1. Ke kosa të duar Virus, mos ngut. Të ngot. Ja tentimi parë. Mos gjujmo. Virusi si gjithnjë i dobët. Zakonisht. Ta shohim shpëtimin çfarë do të bëj. Që do, po? Shpëtimin ka ardhur sonte me një frizurë të re. Gjuan me të martën dhe qëllon. Ka ushtru shpëtimi. Shpëtimi nuk qenë ka specialist vetëm në minival. Hajde Florentin. Po gjimëre. Ja, ka dhe. Të shohim Florentinën. Duhet pak më shumë fuqi. Tani Virusi në tentimin e 4th. Shumë afer ishte mirë, po për pak më shpejt edhe njerë shpëtimi. Edhe njerë pijat shufrën e metalit. S'po bëj ka gjon. Edhe njerë Gjuan shpëtimi me të majtën e ti. Ja tani Virusi. Duket se pikët do të takojnë ekipit të Synajt dhe Zekës dhe Vlorës. 4-1. Edhe një tentim tani, edhe 2 tentime faktikisht. Shpëtim. Të shohim Virusi nëse arrin të qëlloj. Kam di që ju sfidoj më të parë. 4-1. 10 pikët e para për ekipin 3 personazhe. Ekipi 3 personazhe, pikët e para i fitoj. 4 shënime gjithsejt. Sunaj që pa të marrë vesh, pare një vlëshu më ju. Si zakonisht gjithmonë humë si gjena shëtime. Jo dhe thëmja që lova. Ja ku e kemi rezultatin? Rezultati pra është 10-0, kështu që përqendrim teatri Prishtinës. Shpëtim. Ta presim. Cila është sfida e radhës, vjen një pikë që nga fillimi se dikur bëhet vonë. Pra jeni gati për sfidën e radhës, ta shohim se cila është ajo. Sfida e dytë, hokej, gjithsej që keni 3 raunde, se cili raund nga 5 pikë. Të gjithë jeni në garë obligative keni, se cili me lujtë. Ta shohim 2 garuste e parë, cilë do t'jenë. A shkojmë si mas kategorive, a si mas talentit? Si mas talentit, shpëtimi dhe Synajt e parët. 1 minutë e gjysë i keni, gjithsejt, vendosni edhe dorëzat. A mujna mi jop instrukcionën e? Po, sa dush. Shpëtim. Do më thonë se cili prej nesh mas luna, pari, po? veç mas kreje që të Synaj. Florentin, si duket na dyja pas kemi me qenë bashkë. Shpëtimi kundër Synajt. One jam loj fer, po këto dorëzat kokën për burrat vëgjel, jo për mu.
Jo për mu. Lujti pa dorë, zonë e vinaj dorë. Gjithë shka është gati, dy garusit e presin edhe kandonin, 1 minutë e gjysë i keni në dispozicion, shohin se çfarë garet e ashtë për përbojnë këta dy aktor, 4, 3, shpëtimi dhe sënoj. 1. Filloj gati. Mund të filloni çdo gjë është gati, keni nga 1 minutë e gjysmë ose cili. Shohim se kush do të shënoj më shumë. Shënoj apo shpëtimi. Deri tani nuk ka gol. Shikojni se çfarë lufte është duke u zhvilluar. Shënoj të kuptove shënon, apo jo? Jo, nuk ka shënim. Dhe gol! Neso, shpëtet, neso. 1-0 për Shënojn. Shohim tani a do të ketë barazhim. Shënoj urdhove. Barazon shpëtimi, 50 sekonda dhe në fund. Shohim tani kush do të kaloj sërish në epërsia, do t'jetë Shënoj apo shpëtimi, shumë afër ishte. Shpëtet. Shënoj. Shpëtet. Opa. Nuk ka shënim. Nuk ka gol, 30 sekonda kanë mbetur të në fund. Gol! Oj, më shpëtet gol! Shpëtet gol! 15 sekondat e fundit. Hajde shpëtim. Te me dhe një jepja. Shpresojmë të ketë ndonjë gol të epërcis të. Dhe Shënoj! Shoj, mare. Eurogol nga Shënoj Raqa. 2-1. Përmëndaj rondi i parë. Bravo, Shënoj. Quti. U lodhe po u pagu mundi. Kondicionin zero, thët. Shpëtim. Aktorët gjithmonë munges kondicion. Jo gjithmonë. Jo gjithë. Gjithmonë hati Allah. Jo gjithmonë. Të shohim tani luftën mes Zekës dhe Virusit. Raundi i dytë, përgatitjet e dy garuzve. Zeka, Manet Loja Zeka po dhe fillon. Virusi. Për 5, Meti. 4, 3, 2, 1. Çdo gjë është gati, ka filluar koha për Virusin dhe Zekën. Gol edhe më tej nuk pat. Shohim tani çfarë do. 1-0. Arrin të shënoj Zeka 1-0. 1-0, vetëm nga dalë, mos e lëndoni njëri tjetrin. Opa, Virus. A ka të drejtë shty kolegën? 1-1. Nuk e bona me qëllim. 1-1. Ka barazuar Virusi. Është 1-1, 1 minutë para fundit dhe shënon Virusi. Gjuje. Tjetra. 2-1. Këto pa më fushme. Shohim a do të ketë edhe më gola. 55 sekonda, do të arri Zeka të barazoj. Tjetri. Shkoj me topin tjetër me njerë. 45 sekondat e fundit, 2-1 për Virusin. Virusi. Virusi! Hajde Zek! Meti. Shohem Zeka do të arri të barazoj, nevojitet shumë energji. Dhe barazon apo jo? Jo, 30 sekondat e në fund. Nesër, po. Virusi tenton me spund. Tjetri. Shkoj me topin tjetër, 20 sekondat e në fund. Shkëto. Është shumë afër të e fitoj këtë round Virusi. Zeka është dërzuar më duket. Nuk po lufton. Zeka 13 sekonda. Shtylla dhe nuk ka gol. 7 sekonda. 6, 5, 4, 3, 2. Barazon Zeka. 2-2 përfundon ky round. Ndahen pikët, shkojmë me roundin e tretë. Si në basketball, në sekundat e fundit Zeka e barazoj. Bravo Zek. Tani edhe dy aktoret. Zek, falem. Vlora dhe Fiorentina raundin e tretë. Vlora dhe Fiorentina. Fiorentina e këtu. Ta shohim edhe raundin e tretë, kush do të fitoj. 1 minutë e gjysë i keni. Ko? Gjë, hala sa mushme. Vlora dhe Fiorentina, raundin e tretë, hokej. Mos fito. Loja po fillon. Për I'm watching 5, you. 4, 3, 2, 1. Nisuni, hajde, nisuni. Leni Shënojin. Nuk është ai gjyqtari.
Tjetërin. 1 minutë e 22 sekonda, Fiorentina për Maseke, nuk ka gol, shunaj mos shraj. 1 minutë e 15 sekonda, shunon. Bravo Tina! Fiorentina! A do të arritë të barazoj Sampdoria. Minuta e fundit. 1-0 është për ekipin e Trep. Për pak të barazoj Shtylla. Barazoj Vlora. Shkoj me topin tjetër, 1-1 është rezultati. 1-1 lufte rrept nga dy aktoret. Nuk po e lejon ta ka përcej Kornelio Shikoni. 2-1 për Vlorën. Aty ku është qëndisur flamuri në Vlorë. Fiorentina nuk arrin të shënoj. 25 sekonda të gjoni instruksionet e trajnerit Synaj Raqa. është ngritur në kamp. Çfarë instruksione këto? 2-1 është rezultati, topin e ka Vlora që gjuan shumë. Shojmë çfarë do të bëjë Fiorentina. Nuk ka gol edhe më tej. Bravo Tim, bravo. Një përpjekje të shkopave dhe gol. 3-1 për Vlorën. Luj. Ka përfunduar koha. Ka përfunduar koha, shoqe. Vlora, Fiorentina. Ka përfunduar. Fitoj ekipi 3 personazhet, një sfidë shumë e ashtë. Tash kishe bët pufe. Unë u që dita si di. Katja jos, po jam golla. Luftë ashtë Bajshim pra klak të kohën. mes dy ekipe të aktorëve. Pra dy rezultati është 25-5 për 3 personazhet. 25. Bravo ekipi. Është 3 lojën 3 personazhet. Pjesë në pasni Sa që morë dhe mujtë. Kështu e ka strategjia e ekipit 3 Ja, personazhet. Vlora ka qenë shumë strategjike në këtë lojë. Se na bile u tregojshim që tash dikë i thymë edhe ato në rregull. Na burrat, po kjo ashtu me delikatesë. Jo, në kam shoh që nuk jam lap go. Me taka. Po me Veç, plak gjithmonë komentu që i kam për bukuri, sot e pash që po penguj. Penges. Oj, për që ata dhe Synoj ka shumë. E vodi kom dil. Ti ka lidh ata, pëse s'm keni thonë një me mane? O, veç për bukuri, Një moj. lidh, po. S'ja marrë Synoj, taksi jep Synoj, milion, veç gjatë lojës. Unë e di që edhe Fiorentina më kanë dimu pas qëllimisht. Duket ka dhe lojë tjera. Po, veç që edhe Synoj ndikoj shumë të Vlora, e ka ndimu. Selektori... Ngutu Vlorë. Duke si po e si ka dale. Pra, sfida e dytë baraj, okej, tani ta shojmë se cila është sfida e radhës për ju. Ka vetëm një vend ku mjekët shqiptar dhe të huaj përdorin metodat dhe aparaturat më të avancuara të trajtimit. Në Spitalin Amerikan, institucionin më të madh privat shëndetësor, pacientët janë djerë të sigurt fal edhe për kujdesit të stafit. Spitali Amerikan, bashk përqafojmë jetën. Zbritje se jo mahi. Blej një dhe merë 2 palë. Lëp numën e këpucës, mos lëp qmim, se qmimet i kemi shumë me lift të poshtë. Runners për të gjithë. Vardem, dyqani më i madh për lodrat e fëmijëve. Ato duken si të vërteta. E jani në Vardem, befasojeni veten me lodra pa kufi. Vardem, dyqani më i madh për lodrat e fëmijëve. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Aktiv, distributor ekskluziv. Si dan shumë po don, unë them që po bon. Golden Eagle ma i mirë, se në tjera nuk po shkojnë. Trupin vesh, po ta qon, kombinoje me pasion. Me rejti ma shpej. Golden Eagle, babe. Po dana ma shpej.
kësejt I kemi 3 raunde. Prej atjet, të gjithë garuesit janë e loj, se pare Sunaj, ta presim Sunaj me sa gjujtje do të arrit ta fut në vrim, topin e golfit. Po me një 16, besoj që... Atje ki topin, Sunaj, në shkallë. Prej ati gjutë? Po, prej atjet, koha nuk është e limituar për qëndrim maksimal. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, Mos dita, Sunaj. Mos ungut, Sunaj, mos ungut. Nuk je nevoj të ngutesh. Tani duhet të kthesh dhe të tentosh të afusësh në vrim me sa më pak goditje. Kjo është goditja e parë për Sunajin, të shohim. Hajde Sunaj. Sa do t'i afrohet vrimës në goditjen e dytë. Sunaj, mundohu sa më afër vrimës të dërgosh topin, nuk ke nevoj me të parën ta qëllosh. Goditjen e tretë në mësh me qitë prej skenës krejt. Ja goditja e tretë për Sunajin. Edhe 4 tani për Sunajin. Ja afrohet vrimës. Ja goditja e 5. Dhe qëllon Sunajin. 5 goditje. Shohim se çfarë do të bëj virusi. Kjo rikujtojmë lezja me 2 goditje ka fundrim. Javën e kaluar leze qena me 2 goditje. Jo, javën e kaluar më pak ma herët. Na në familja jonë e kena sport tradicional tonë. Tani virusi Loja po fillon gjujtje do të arrit 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Virusi e ka zgjedhur edhe shkopin pak më special. Shikojeni se çfarë goditje fenomenale nga virusi. Megjithatë largohet paksa. Shohim se çfarë do të bëj tani. Pi babgjyshi tem, lujmë na është sport tradicional I joni, dhe që I kena thonë ndryshe na. Në për arat e Kosovës. Po, na I kena thonë ndryshe. Të shohim me sa goditje do të e dërgoj shumë afër ishte virusi, sidoqë të jetë. Nëse e qëllon topin në vrim para se ti plotësoj 5 goditje do ta fitoj raundin. Kjo është e treta për të. Edhe një virus. Ja ku është goditja 4. Dhe me të 5 të ndam pikët. Të dyja palët nga 5 pikë. Aja ka ta nuk u numruve, shkese. Shkojmë me raundin e dytë. E preke. Tash të jone aden. Tani Vlora përgatitet për raundin e tretë. Të presim numrimin Vlora. Nuk ke nevoj të ngutesh. Për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Çdo gjë gati për Vlorën, të shohim. Krejt po mvarët nga goditja e parë. Vlora e ka goditjen e parë paksa më të fortë se sa të tjerët, mirë po. Edhe më tej është në lojë që të afroj topin me goditjen e dytë dhe pastaj ta fus në vrim me të tretën. Shohim çfarë do të bëj këtu Vlora. Sot muesh mshej na tonë me dalë. Pak. Bravo. Opa. Ja afrohet vrimës për mrekullit, shohim nëse do të arrit tani ta fus topin me goditjen e saj të tretë. Shumë mirë. Mos u bë me shtypësh po. Që kjo letër po më pengon. Kretja e po na pengon më shumë ti. Lor cake. Pesa flet. Lora për qëndrim maksimal. Shohim, kjo është goditja e tretë për Vlorën. Vetëm mos e godit topin shumë. Bravo, Vlora. Bravo, e shtiret. E ka edhe një goditje. Nëse e fut topin në vrim me goditjen e 4, do t'jetë më e mirë se sa të 2 garuesit para saj. Shoj. Bravo. Dhe arrit ta përfundoj. Me 4 goditje e kompleton. Tani radhën e ka Florentina. Shohem se çfarë do të bëj. Bravo. Florentina duhet me 3 gjuajtje të shënoj në qoftë se do fitore. Për ndryshe 4 baraz. Allahem. Hajde Florentin me 10. Me 10. Loja po fillon për 5. Mos u ngut Fiorentina.
3, 2, 1. Loja starton. Shohem një goditje paksa e fort nga Fiorentina. Qëllimi kryesor tani Fiorentina është ta afroj topin te vrima dhe më pas të e fuz topin në vrim. Nëse dëshiron që ta fitoj këtë round. Një goditje bukur kjo, i afrohet vrimës për mrekulli. E fut! Çfarë goditje fenomenale! Arrin ta fitoj roundin për ekipin e saj. Shqiptare. Merre topin Zek. Tani edhe Zeka. Se doja të burra po mi dan. 2-1. Do të thotë 10 pik me 5 pik, pasi që raundi parë ishte i barabartë. 2 gjujtja 3. 2 gjujtja apo 3 pat? 2. Me 2 gjujtja. 2 goditja e dytë e pave shumë e bukur. Zeka me 6 e ka. Në mojsh drejt. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Gjithçka gati për Zekën. Zek, qëllimi kryesor është t'i afrosh sa më shumë vrimës. Bravo, Zek. Shumë mirë, tani Super. tento që ta qëllosh vrimën, mirë po mos e godit topin shumë që do mos ik. Është në goditjen e dytë Zeka. Hajde Zek. Shohem në luftë për t'ia fituar pikët ekipit të tij. I afrohet vrimës me goditjen e tretë në pyetje. Jo vetëm me vitën, knaqë të luj kështu. Gjuan Zeka. Shumë. E ka edhe goditjen e 4 Zeka dhe shënon. Shene. Bravo Zek. Hajde, Tani shpëtimi. Të shohim tani Carlos Valderrama. Deri me tani vetëm 3 garusi kemi me 2 goditje. Lezja, Ryva dhe Fiorentina. Shpëtimi përgatitet me gjuajtjet e tij fenomenale, ta shohim. Shpëtimi një futbollist profesionist nga Kolumbia. Loja po fillon për 5, Shpëtim maksimum me recetsin. 3, Mos nxito. 2, 1. Loja starton. Qëllimi kryesor i shpëtimit është t'i afrohet vrimës sa më shumë, tani mos ta godas shumë topin. Po e shohim. Kujdes publiku. Nëse shumë goditje mirë kjo nga shpëtimi. Bravo. Nalo. E tash dytë herë ka me gjujt krejt atje. Shpëtimi tani do të tentoj t'i afrohet vrimës. Më së miri deri tani Fiorentina me 2 goditje. Shpëtimi ka mundësi me 3 tani. Unë jam vrima, shpëtim. Të më të onë e gjuje. Virusi është vrima. Si e virus vrima, ti si konç po mdokësh. Vrima Jepi shumë. Shohem se çfarë do të bëj shpëtimi afrohet për mrekulli virusit dhe vrimës. Zeka i pati 4 goditje, të shohem shpëtimi mund ta fitoj këtu këtë round nëse qëllon vrimën. Mos më fol për skifter në gishta. Në thoj. Shohem Gjuan shpëtimi, nuk arrit të zhënoj. Me 16-ën. Tani tentimi 4 për ta barazuar. Zekën nuk arrin dhe bol shita ta ngërlekën në kështu tash. Zeka i fiton pikët. 4. Zekun e ti ka 4, e? E ka një handicap. E ka një handicap shpëtimi pasi që në Rahovec nuk ka fusha të drejta, ka vetëm malje kodrina. As tash s'munet, as tash. Ewa mësu kën bari original në artificial së Jakov. Kjo është e 7-a tani. E 7-a. Për mrekulli shpëtim. Doja humbi që humbi. 10 me 10 me pikjeni.
Deri te futbol, rregullat e lojës janë deri në fund. E nisi po ka qef me ti. Jo, ndoshta them rekord për mas shumë të gjujtje. Mas shumë të gjujtje? A ka rekord edhe këtja? Jo, në veqë silë rrath vrima tash. Silju pro. Shtina. Halal të qëft. Bravo, Shvetin. Shpëtimi fenomenal me 7 goditja arrin të afostopin o vrim. 10 me 10. Është rezultati pas sfidës në minigolfit. Pro, në sfidën e minigolfit, në 3 raunde, 1 raund betëm baras, ndërsa 1 raund e fitoj ekipi Teatrit Prishtines, 1 raund ekipi 3 personazhet, ndërsa rezultati i përgjithshëm është 35 me 15 për 3 personazhet. Vazhdojnë e përsi. Që tash më tingëlloj mu, ju kok një personazhe, s'kok një kështu. Ja, Si një për një me aftë? Jo, këta personazhe. Po shikos në ndëruar, rranë koka të Kosovës jo Prishtinës. Teatri i Prishtinës jeni. Nuk jeni të Kosovës. Kosovës, a po një me ata pas kanë qenë të Shkupit. Po mëre ata të Shkupit. Po mirë. Mirë jeni. Në Teatrin e Prishtinës jeni. Po, në Prishtinë është veç. Atëherë, ta shohim se cila është sfida e radhës. Sfida e radhës, autogol. Kjo sfidi ka 2 minuta në dispozicion, gjithsejt janë 10 pikë. 3 garusit keni drejt të luani, brenda 2 minuta. Por të pare cilë do të luajnë janë... Se da ishe me golf. Po, kështë që juve ju ka ardhë rada. Na me lujt? Po. Me shqip vetën me golla? Këta kanë qenë më të parë në golf. 2 minuta e keni në dispozicion, përveç pikve që do t'i fitoni, i keni edhe dhurata nga vlera, i keni fanelat komplet për futbol, gjithë shka keni dhurata shumë, të super sfidës. Tani, kur t'i veshim këtu, do t'mi dhon golla të në jo vetit. Po. Pra, 2 minuta i keni në dispozicion. Është ekipi i Teatros së Prishtinës që do të tentoj pari. Shën të jahone. Une. Hajtë, qëte. Loja po fillon. Atë në përnë dimaj me topa. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Shrajsh të dhe. Publiku në 2 minuta ka filluar për aktorët. Juan Pablo Escobar jashtë. Tenton tani virusi, pa fuqi virusi. Hajde mëre. Hajde. Shko vjetë. Hajde. Shkojmë me tentimin tjetër. Këndoja një këngë. Shëshoni, pra. 1 minutë e 40 sekonda kanë vetur të në fund. Me topin Fiorentina. Shojmë tani shpëtimi. Goditje fenomenale për jashtë. Virusi. Edhe virusi me një goditje të jashtme. 1 minutë e 20 sekonda. Virusi Gjuan edhe njerë. Preq, pëtë. Është shumë afër me shënon. Hajde. Bravo Virusi. Arrin të shënoj golin e parë dhe i nevojiten vetëm 50 sekonda. Mira. Ja dhe goli dytë. Hajde. Gjuan Fiorentina jashtë. Minuta e fundit, Virusi. Rujeve që të herë me të majtën. Shojsh pëtë. Dhe që edhe që të herë me të majtën. 2 gola kanë betur për në fund. Shpëtim mos në e lëndo publikun të lutem. 45 sekonda dhe në përfundim. Urdhno? Jo thash publikut me qitë dur të fyrë se si dhije. Shikojni këtë goditje nga Fiorentina. Jashtë. Një tentimi dobët nga shpëtimi. Tani Virusi. Virusi për ndryshe është shpëtimi i këtij ekipi. Sa sekonda shkun? Kanë betur edhe 22 sekonda. Prapa e ke si naj karakteri luftarak. Vetëm 2 gola për ekipin e aktorëve të teatrit. 10 sekondat e fundit. 9, 8, 7, 6. Iksh me të mik, iki. Goditja nga shpëtimi për fundit. 3 gola të zënuar. 3 gola për ekipin e Teatrit Prishtinës. I shohim tani 3 personazhe. Pak shta topave.
Gjithçka është gati edhe për ekipin. Vetëm ta presim numërimin së prapë fizik. Jo. Loja po fillon. Meti fillon I pari. 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillojnë 2 minutat për ekipin e Zekës, Synajs dhe Vlorës. Ja goli I parë. Bravo! Zeka fenomenal. Gjuan edhe njerë Zeka, goli I 2. Bravo! Zeka fenomenal. Hajde Zek. Gjuan edhe njerë Zeka, goli Shtylla. Zek, bravo. Hajde Zek. Poem tani goditjen tjetër nga Zeka. Mos e ndrani, edhe njerë Shtylla, mos vjen vend Zek, se e pak ma mbrapa topin. 2 gola deri tani, 1 minutë e 25 sekonda kanë mbetur dhe në fund. Ja goli I tretë, parazot rezultati. Virusin e ka kap sikleti, është ngritur në kop 4-3. 4-3 Zeka. Qenka eksperti autogolit. Bravo Zek. Nuk e di a është gjë e mirë kjo apo jo. Të jesh eksperti autogolit, si do që të jetë, Zeka ja fiton pikët e radhës ekipit të fërë. Synaj për pak të naj thej reflektorët. Zeka Gjuan. Shtylla goli. 5-3. 45 sekundat e në fund. Synaj. Ju lutem, mos e leni Synajin të gjuaj. Jo. Hajde Vesnja. Vesnja me që kemi fitu. Veni re. Zuj. Vlora me ta ka gol. Shikojeni goditjen nga Vlora. 30 sekondat e fundit. Më sakt Gjuan Vlora se Synaj. Shikojeni Synajin. Bravo! Çka po thuaj? Synaj. Allah të qoftë. 6 gola për ekipin e 3 personazheve, 15 sekondat e në fund. Hajde ma ledhe një mua. Edhe një gol e shënon Synaj. 10 sekondat e fundit. Hajde një, Synaj. 6, 5, 4, 3. Bravo Synaj! Bravo Synaj, fenomenal! Fiton pikët e radhës Synaj dhe Zeka. Shumë sakta. Tyshe e jashtë zakonshme. Nelat. Për mua? Për ty edhe ekipin e Jukon. Bravo. Bravo Meti. Meti, bravo. Urime. Bravo. Wow. Bravo Meti. Bravo, je. Hajtë brek knaqnu. Dyqani I sportit Vera. Hajtë knaqnu me fanella me kretë. Hajtë. Por, ditë gjitha është edhe një dhuratë shumë e bukur për Metin, se shënoj shumë gola. Topin e Supersides Vera. Bravo Meti! Shënej pikë. Vitoris Supersides. Pra kjo gorë mbaroj, fitoria prap I takon ekipit 3 personazhe. Prap I takon. 25-15, teatri njëri këvejmë njëri në gjallje. Qka pëndonë me juve? Jo, na e kena bo një farë strategjie interesante, 5 lojtë e pare me javëlshu. A I numrova? Tash 5 tjerat janë tona. Unë e veç nuk po di, virusi tha që është marrë vesh me Synajnë. E ka shi qojnë. Shpëtimi e ka një handicap shpëtimi. Faktikisht 2 handicape e ka shpëtimi. Njëri për tyre është virusi. Handicapi tjetër është se I kushton më shumë rëndësi frizurës se sa lojës, kështu që... Pa Unë e po mundone, shkreta po mundone. Jo. Edhe... Thëllohunin e loj. Djema, thëllohunin e loj. Jo Fiorentina po jo manë në kretë loj. Virusin dytën frizurën, tha pishkon në angazhimi mas frizurës. Mua? Ashtë me përkushtu për frizurë se për loj. Qa po më kopni për lofnia më dhe? Jo. Me gjithat ekipe jam, jënë shumë I mirë dhe tash në vazhdem kena me të përvetën. Edhe na lirisht bujna me knuat kongën, titullacin ke për kra, unë kam lesh edhe para. Po veç tullaci për mush atje pikt. Ti maj e leshin edhe parat. Deri tash, Florentina ju ka majt juve si grup. Deri tash, na kem respekt për juve. Tash pesho që ka pëndodh me juve dyre. Kuj kini forcat ju dy? I kena lonë të shpia.
Pra, rezultati është në përsit madhe për 3 personazhet. Ju duhet një ringjallje madhe, një rikthim të rezultatit. Të 15. Ta shohim pra cila është sfida e radhës dhe sa piki ka dashta do ta barazojmë rezultatin. Vardem, dyqani më i madh për lodrat e fëmijëve. Ato duken si të vërteta. E janë në Vardem, befasojeni veten me lodra pa kufi. Vardem, dyqani më i madh për lodrat e fëmijëve. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Aktiv, distributor ekskluziv. Ka vetëm një vend ku mjekët shqiptar dhe të huaj përdorin metodat dhe aparaturat më të avancuara të trajtimit. Në Spitalin Amerikan, institucionin më të madh privat shëndetësor, pacientët janë ndjerë të sigurt fal edhe për kujdesit të stafit. Spitali Amerikan, bashk përqafojmë jetën. Ti don shumë po don, unë them që po bon. Golden Eagle ma i mirë, se në tjera nuk po shkojnë. Trupin vesh, po ta të shonë, kombinoje me pasion. Me rejti ma shpejt. Golden Eagle, babe. Po dëna ma shpejt. Zbritje se jo ma hi. Blej një dhe merë 2 palë. Lëp numën e këpucës, mos lëp qmim, se qmimet i kemi lëshu me lift të poshtë. Runners për të gjithë. Sfida e radhës, Houston me Aztek. 5 raunde, se cili raund nga 5 pik. Këtë është një shansë për ta barazuar rezultatin. Shpëtim, jepi forca. I pari, Meti dhe shpëtimi. Shpëtimi dhe Meti në luftën me Aztek, raundi i parë. E loj, kjo Azteki si i kuq të shymë. Vesh me një dorë, a? Kape një Aztekun ka zingjiri. Vetëm me një dorë. Edhe me një dorë. Në luft, shpëtimi dhe Zeka. Loja po fillon. Zek, kujdes. Qëndroni në pozita. 3. Mos u afroni. Në pozicion? Okej. E tash mund tani në luftën. Mund ta filloni luftën, pra. Zek. A ta shohim tani kush do të rëzohet i pari, kush e ka ekuilibrin më të fort. Dale, Zek. Opa. Zeka. Opa. Jo, bravo. Zeka e humb të Zek. Vetëm një vrejtje, nuk ka goditje në fytyrë. Të lutem. Nuk ka goditje në kokë. Jo në fytyrë. Okej, në fytyrë jo. Jo. S'ka lidhe masi vita i këj për balla. Shumë herë se vete nërgove. Shkoj me raundin e dytë. Edhe njerë shpëtimi dhe Zeka. Qëndrau, Zeka. Shpëtimi. Zek. Mundohet me ekzibicion ta fitoj këtë raund. E ka fituar veç raundin e parë, shpëtim. Bravo, Zek, bravo, Shpëtimi, Zeka. Zek. Vazhdo lufta pa kompromis. Shpin. Vetëm me një dorë. Bëhet këtu. Zek. Dhe fiton. Pablo Escobar. Bëhet pikë në shpëtimin. Ktheu prapa, Sunaj. Tani gati Sunaj kundër shpëtimit. I gati. Sunaj si kapiteni i ekipit me njëre me Aztekun si hupi Zeka 2 loj. Qa ma mu këtu? Shpëtim më i mirë. Let's filloj gara. Shohem qëfar do të bëjë Sunaj. I afrohen njëri tjetrit. Hajde. Një goditje fillestare nga shpëtimi. Në rëzohet Sunaj. 3-0 për shpëtimin. Edhe 2 raunde. 3 raunde për shpëtimin. 15 pikë për ekipin e aktorëve. Bravo.
Shkojmë me raundin e 4. Dhe një tani bëmë barabar, no. Shojmë a do të arritje Akmirët shpëtimit Zeka apo jo. E qëllon në qoks. Ty harrada zi. Hajde shpëtim edhe njerë. Edhe njerë dhe tjerë. Një të cokoli. Shpëtimi e qëtë qoksin për para. Shti. Shojmë vazhdo në mëtej lufta, ka kompromis. Qëlloje, mare, qëlloje. Me një dorë. Me një dorë. Mos e ka të një asë kur me ty gjuar. Shpëtim jo molin, jo, me një dorë. Mos bëni gabim se ju të diskualifikojnë me njerë. Roundin 4. Bravo. Qëllimi kryesor është ta godis në i kundërshtarin në këmbë. Jo, në shpinë Zek. Vazhdon lufta. Me që atë duhet ta godisni në këmbë nga ana tjetër. Jo në këmbë për para, por në këmbë për bashkë. Me një dorë, Zek. Vazhdon lufta, mirë po si shduket janë lodhur paksa këta dy garues. Dhe rëzohet shpëtimi. Bravo, Zeka. 3-1 është rezultati me raunde, kjo është raundi fundit. Tani ta shojmë virusin që futët në lojë me të majtën e ti. Ka dalë Zek. E qëllon dhe fiton me njerë. 4-1 për ekipin e aktorëve të teatrit. Bravo Zek. Bravo. 4 raundet përfundaj, 4 raundet i vitoj ekipi teatrit Prishtinës, ndërsa një raund... A e kom fitu që t'ja skatun. Ekipi 3 personajet, pra gjithsejt 20 pik i fitu të shpetim. Ere në fundit. Bravo, shpetim. U afru rezultati. Ka ta fitu unë. Rezultati është shumë... A jo thash prej lojës 5 nisëm na. Loja lufta me astëk 20-5 rezultati. Pra, rezultati 5-10 me 35 për ekipin 3 personajet. 15 pik, Po vjen loja të shkuet. Kanë betur edhe 5 lojë deri në fund, ka kosa të doni për të ndryshuar rezultatin. U kthy motivi pak për ekipin e teatrit Prishtinës. Po vret, ju kanë skuqur edhe faqet. Jo, po shka karrigës kuqe po m'duket. Po reflekton. Edhe jas tekut prej Zekës ftyrës. Po njëme. E pate një... Zeka në rondin e pari pa goditje të ftyrë. Ama nuk o... Zek... Se shte fer. Nuk o konë fer loja, Zek. Po e fitu tash. E po pa marë parasysh. Se nuk e merë që ato të golfit me hinë kështo ftyrë. Pra, kjo ishte sfida lufta me Aztek, e cila i solli një fitore kogja të mirë ekipit teatrit Prishtinës. Nuk ka lidhe dajak në rëndësi e fitoria. Ta shohin se cila është sfida e radhës. Sfida e radhës, ngasja e makines elektronike. Pro garusit me telekomand në dorë duhet i drejtojnë 2 veturat. Gjithsejt janë 2 gjiro, a i cili i pari arrin të bëj 2 gjiro e fiton raundin, edhe i fiton 5 pikë. Gjithsejt i kemi 3 raunde, kështu që janë përgadit Meti dhe virusi për raundin e parë. Gati janë të 2 garusit, raundi i parë, ngasja e veturës me komandë elektronike. Boni gati. Përqëndrim deri sa të fillon kandoni. Loja po fillon. 2 gjiro i keni. 5, 4, Zeka dhe virusi. Hajde Zek. 1. 2 garusit. Nisën të 2 garuesit, Zeka është i kaltër, virusi kuq. Bravo. Zeka më i mirë në rrethin e parë, tani do të futet në tunel. Opa! Kondërtën. Zeka shumë probleme për të futur në tunel. Edhe njerë prapa Zek. Fenomenal Zeka, vazhdo tani. Vazhdo në raundin e 2 Zeka. Bravo Zek. Virusi me probleme. Ndoshta Rikferc është më mirë për virusin. Po e të djerë. Zeka për pak të futet në tunel për herë të dytë dhe kalon. 30
37 sekonda. 37 sekonda, ndalu Zek. Ndalu Virus. Virus. Po, nuk edhe mu së mbajke. Ndalu, këtu. Seriozisht jo. Thash, ndalu. Pos pik fuqia jo. Ja, mirë është. Përfundoj, Virus. O, pe di që përfundoj, po nuk bajke. Përfundoj raundi. Me qenë që ka pësuar humbje virusit, tani problemet janë të mëdha. Jo, seriozisht jo. Tani do t'i ndrojmë veturat. Veturën e kuqe do t'a marin këta, veturën e kaltër të merë një jo e t'a shojmë. Ta shumë të në shoferat. Raundi 2. Shojmë, tani është synaj dhe shpëtimi. Ndroni komandat. Hajde, luj shta shtet tani one. Shpëtimi dhe synaj raundi 2. Ngrit, no? Gati, për unë gati. Deri fillan ka ndoni. Loja po fillon. Bëni gati. Cilën e kam kaltër të? 4, 3, 2, 1. Grajsh për Nisuni, niset më shpejt synaj me kjerën e kuq. E ka përcen. Shpëtimi mjaft mirë, qojmë. Synaj me probleme. O, synaj, dole prej shtetit. Shpëtimi është afër tunelit tani. Futet në tunel shpëtimi. Dhe ka përcen rrethin e parë. Qojmë rrethin e dytë. Synaj qëllimi është të shkosh për para. Ja tani synaj më në fund e merë dorën. Ndërkohë shpëtimi shumë afër t'ja fund. Duhet të futet edhe njerë në tunel. Shpëtimi. Probleme për të futur në tunel për shpëtimin. Synaj ndërkohë ka mbetur. Ja, futet shpëtimi dhe ja fund garës. 52 sekonda. Tani raundi 3. Raundi 3, shkojmë me ndrimin e telekomandave dhe njerë. Ta është ndroj kjerët. Raundi 3. Ta njësave shpindrojmë, pra. Florentina dhe Vlora. Ndroni komandat dhe njerë. Dok interesant juve. Jo, s'ta shkëmëshjone. Unë të pra në ova. Hajde. Momentalisht, rezultati është 5-5. E si ishte ashtu, apo? Anash edhe përpara. Loja po fillon. Oni gati. 5. Gati janë Vlora dhe Florentina. 2, 1. Filloni. Loja starton. Nisët Vlora është me veturën e kaltër, Florentina është me veturën e kuqe. Qëllimi është që të ecni përpara. Momentalisht, vetura e kaltër ka ecur 35 cm, vetura e kuqe 32. Të shohem tani Vlora dal nga dal po ec. Florentina po kthehet prapa. Ja tani bie në fije Florentina dhe po shkon drejt finishit. Opa, një ndeshje vockël. Do me thy Florentina. Tani Vlora po ja afrohet tunelit. Po ja afrohet tunelit Vlora për pak të futet në tunel. Shkojmë, Florentina mund të azë edhe pse po ka probleme për momentin. Vlora është blokuar të tunelit, 50 sekonda po kalojnë. Kush e fiton këtë round i fiton edhe pikët. Vlora afër tunelit, Florentina më larg. Vlora ka përcen rrethin e parë, shkojmë me rrethin e dytë, Florentina. Vazhdo përpara. Nuk e ke larg, vazhdo. E ka përcen rrethin e parë dhe Florentina. Vlora tani atje po futet në ulse. Shojmë, vazhdon Florentina me ndeshje të vogla, herë në të majtë, herë në të djallë. Nevojitet futja në tunel. Problemet të mëdha. Florentina më shumë përshkon prapa se për para. Jepi që ta shpara. 1 minutë e 50 sekonda, shikojeni Florentinën që po ja afrohet Vlorës. Mundet ata ka përcej tani. Ta shojmë se çfarë do ndodh. Probleme të mëdha për Vlorën që të futet. Florentina po ja afrohet tani. Mund të ta kaloj. Shkojmë Florentina. Futet me shtatë Vlora në tunel. Dhe ka përfunduar për 1 minutë. 2 minuta e 17 sekonda.
Përfundoj Vlora. A përfundoj? Po e fitove Goren. Përfundoj edhe raundi 3. 10 pikë për 3 palashë, 3 personazhet, pardon. Hargjoj energji për grakerit. Raundi 3. Pak u kompliku, por gjithsesi arriti Vlora arriti të fitoj raundin e 3, ndërsa rezultati i përgjithshëm është 60-40 për ekipin 3 personazhet. Qemi largë. Jo, ka mundësi. 20 pike. Ka mundësi. Shpëtim, a ndigjuve virusin. Nuk po du me u anku, veç po ankona. Jo, as në dro, për hajnë ju kofshin pikë. Prava me këtë sfidë, Vitoria i takoj ekipi 3 personazhet. Janë 20 pikë për para, por kemi edhe disa sfida tjera që mundeni me rezultatin. Fitu tana dhe se më rrim barazimi. Ja, po shumë letë evitoni sfidën. Ka pikë të mjaftueshme deri në fund? Ta shohim pra se cila është sfida e radhës dhe sa pikë i ka kjo sfidë. Sfida e radhës gjeje fjallën. Një lojë që nga bën shumë të qeshim, një lojë është shumë e bukur. Ta shohim këta aktor, sidomos për aktor është shumë lojë interesante. Kjo lojë i ka 10 pikë, gjithsej t'i keni 2 minuta e gjys. Ai i cili gjen me shumë fjallë e fiton garën. Të paret që do t'luajnë janë Titusit. Sonoj, Meti dhe Vlora. Kush do t'i vendosë dhe gjojsat? Sonoja, po? Ju dy, dilni anën kondërt. Prej këtu i tregoni fjallë, po. A i tregon veç një unë a dy? Dy të keni mundësi, po më mirë është mundruj. Më mirë është vetëm njëri që ta ketë më të letë letarit të koncentrot. Njërë tjetëri, për shamë, që se se gjenë të anën, mund është me ndryshu. Po jo, dy të nërë se ja komplikoni. Gati janë, po mduket, Sonoj i vendosë bëgjojsat. Po mduket sigur s'ken të filmi 50 tijet e grej. Në shtua? Nëse ta mërë me një Gati një, po, afronë edhe pak, afronë. Na i një të lofë Luja po fillon. 5, 4, 3, 2, 1 dhe fjallë e parë. Luja starton. Pula, jo, s'kam, me goj. Me goj, vetëm me goj, jo me lëvizje. Pula. E qëllon fjallën e parë. Shkupi. Shkupi. Gjupi. Jo. Shkupi. Shkupi. Bravo, fjallë e dytë e sakt. Dora. Shkoda. Dora. Shkoda. Dora. 2 minuta dërë në fund. Dora. Tirona. Jo, Dora. Koka. Jo, 2 minuta 50 sekunda. Dora. Edhe treta. Gjeli. G-E-L-I. Knushi. Qeni. Gjeli. Gjeli. 1 minutë e gjysmë. Gjeli. Jo, Gjeli. Kikiriku. Gjeli. Kalun të fjalla tjetër, 3 të sakta deri tani. Gjeli. Pela. Pika. Pela. Pika. Pela. Beka. Pela. 1 minutë e 5 sekunda deri në fund. Bravo, 4 të sakta. Minuta e fundit. Pela. Majmun. 5 të sakta, 50 sekunda deri në fund. Koka. 6 të sakta. Spec. Kastravec. Spec. Bravo, 7 të sakta. Balt. Patos. Jo, Balt. 25 sekunda. Balt. Ha, tjetra. Balt. 20 sekunda dhe fundit. Tiger.
15 në fund, 7 të sakta. Tiger. A që millohe? Tiger. 5 sekundat e fundit, 4, 3, 2, 1, përfundon Gjuska, merë fund. Lajme. U këma që muzikë. Këqa shumë e kemi qitë në Sarani. A mi hektim pa? Sa i gjetër skifti? 7 të qëlluara. 7. Si shumë për pas ban me lujë. Ju duhen për fitore. Virusi po i vendos në gjojë. Bravo. Shpëtimi. Sa i qëllum? 7. Dhe Florentina i tregojnë 7. Po veç do me thonë, me gjese kemi drejtë, shka me po, po? Me, po. Na si bëj shumë grejt. Gjithë shka është gati, virusi tani. Fina mi tavolina, stena mi tavolina, na e bojna tavolina. Gati jem. Virusi po këndaqet. Loja po fillon. Stena mi tavolina, Shuj. na e bojna tavolina. Shqetësi. 2, 1. Gjithka gati, fjale e pare sakt, me njerë qëllon virusit të parë. Shpuz. E dyta e sakt. Shkoll. Reklam. Virus. Reklama. Reklam. Jo. Reklam. Qëlloj. Reklam. Bravo. Politik. 2 minuta dherë në fund. Politik. Bravo. Gjep. 5 të sa. Virus. Sheshi. O virus. Qingje. Sheshi. Virus. O virus. Reklam. Jo, e patëm. Lup. Lop. Gjep. Vëmbi. Dhami. Stena shumë pero. 1 minutë e 40 sekonda dhe në fund 7 të qëlluara. Market. Bravo, 8 të qëlluara dhe e fiton virusi. Qieli. 9 të qëlluara për virusin. Fasule. 10 të qëlluara. Formula. Na stena mi tavolina. Cizme. Vardem. Gjithka duke që ka marrë fund za për fituesit. Sikur me një. Po futemi në minutën e fundit. Eurokoha. O hajde bre, hajde. Mocja. O hajde bre. 50 sekonda dhe në fund. Bosnia. Moce. Stena mi tavolina. Helikopteri. Lina, stena mi tavolina. Zorra. Stena mi tavolina. Na e bojna në tavolina. Ushtari. Tero. 25 sekundat e fundit. Koka. Kryta, koka. 18 të qëlluara për virusin. Lepuri. Enis. Vendosin të gjojset në vesh. Gjatë gjithë kohës më kënu. A i ke vendosa, te bojmë një test. Ja, gjatë gjithë kohës më kënu. Jo, e testojnë. Ju betona që ju. Kcejna mi tavolina, gjatë gjithë kohës më kënu. Nuk mundësh shanca s'ka mi që lutin 20 copa. Unë të betona që krejt kongën e këmni, kur gjithë këmni. Ajo ke instinktivisht. Edhe një herë e bojmë. E bojmë edhe një herë se kanë digju. Jo, vallaj, nuk e bojmë se s'kum dëgju ati pi. Mos bo be bre virus. Jo, seriosisht. Betona që s'kumni kur gjithë. Hajtë tjetër. Ja, pas kanë dëgju. E keni 2 herë. Jo, këm këqyr juve. 2 herë. Jo. 2 herë të ka thirë, 2 herë e kësy. Qarë kjesë. Jo, këm këqyr. Në herë ka thirë virus, je këthy. Ja, po në mi alquni muzikë të qa tekno. Ja, këm këqyr. Jo, e bojnë. Nëse u kryvë konga në fund, Asni herë nuk ka asni mundësi. Këm kënu, fillim e thonë.
Po bëj ka një kohë në Prit bre. O e bojnë, bre, bojnë. O e bojnë, me bojnë. Jo, nuk janë. Enis. Jo. Pikat janë. Enis. Po 2 era gaj shumë e vetë. Dikush ka Po më jo, Është atyr vlora 2 era vetë. unë për që i kum këqyr, unë i kum këqyr gjatë gjithë kohës, nuk i kum këqyr, nashta pas kanë thija. pikat. Jo. Ja, shumë. Gati është virusi. Sejna mi tavolina. Tani, Sejna mi tavolina. I Teatrit Prishtines. Qetësi. 2 minuta e ki. Shull. Fal! Gati është prit. Prit e kantonin. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Sugjok. Ka filluar koha për virusin. Kafe. Majonez. Qizme. Dollap. Bravo. Është fenomenal virusi. Komedi. Ajgare. Golden Eagle. Aktor. Virusi i jashtëzakonshëm. Tirana. Luan! Duet. Luan. Motor. 1 minutë e 45 sekonda. Park. Bravo! Qane! Qen. Sport! 1 minutë e gjysmë deri në fund. Sport. Fshat. Katon. Lompa. Vesh ka marrë fund 17 të qelluara për virusin. Runners. Alsat. Akcent. Alsat TV. Jasper, ma. Argent. Minuta e fundit, kemi në minutën e fundit. Jas. RTK. Bravo virusi. Sora. 45 sekonda deri në fund. Shkolla. La Raska. Sor. 30 sekonda deri në fund. Kalojmë te fjala tjetër. Se di. Traktor. Po. 20 të qelluara për virusin, 20 sekonda. Salom. Shpaget. Vez. Frez. 5, 4, 3, 2, Kfez. ja dhe në fund gjithçka. 23 të qelluara. Bravo! I kësoj loje. Qdo plani këtë dit? Veç edhe juve e kum një apet. Po, edhe kum kënu kongën, veç malë shumë kongë dhënshme. Në qa konë kërsa dhe knojshë dhe gjekshë fjallës. Jo, veç atë dëshmova që nuk e kum po me hile. Deri në Se mos me fitu me merito. mes shumë ti ka gjetur fjallë virusi. Deri tash. Edhe je rekord Që ato të modhe, që ato që ka thejshe vërsh. Surra bre virus, surra. Qajo të modhe. Surra. Sur, flutërën, është ati hiq. Surra pa surra. Pik final. Fluturon plumbi. Fitoj ekipi Teatrit Prishtines. Rezultati është 60 me 50 për 3 personazhe. Vazhdon ekipi 3 personazhet në avantazh. Tani jemi gati për sfidën e radhës, ta shohim se cila është ajo. Zbritje se jo mahi. Blej një dhe merë 2 palë. Lëp numën e këpucës, mos lëp qmim, se qmimet i kemi shumë me lift të poshtë. Runners për të gjithë. Ti dan shumë po don, unë them që po bon. Golden Eagle ma i mirë, se në tjera nuk po
po shkojnë trupin vesh, po ta qon, kombinoje me pasion. Me rejti ma shpejt. Golden Eagle, babe. Po dëna ma shpejt. Vardem, dyqani më i madh për lodrat e fëmijëve. Ato duken si të vërteta. E janë në Vardem, befasojeni veten me lodra pa kufi. Vardem, dyqani më i madh për lodrat e fëmijëve. Ka vetëm një vend ku mjekët shqiptar dhe të huaj përdorin metodat dhe aparaturat më të avancuara të trajtimit. Në Spitalin Amerikan, institucionin më të madh privat shëndetësor, pacientët janë ndjerë të sigurt fal edhe për kujdesit të stafit. Spitali Amerikan, bashk përqafojmë jetën. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Aktiv, distributor ekskluziv. Sfida e radhës, ngosja e motorit. Kjo loj ka 10 pik, 2 gjiro të parët që do të garojnë janë ekipi 3 personazhet, apo? Po. Me siguri Sonaj. Halo Sonaj. Tregomi shtu se Sonaj përveç garës me siguri tenton edhe ta thej rekordin. 33 sekonda kim. S'ka shanse për... Jo, visht. Tregomi këtu ku me... Njoftoje njerë me... Gazin. Ku? Është njëse? Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1 dhe nisët Sonaj. Me një shpejtësi të jashtëzakonshme të shohim se çfarë do të bëj. Çfarë kohe do të na regjistroj tani Sonaj. Op Sonaj. Sonaj e merr krejt stekun me vete. Ish me këto? Po i afrohet fundit të rrethit të parë Sonaj, 34 sekonda. Shohem rrethin e 2 çfarë do të bëj. Do të jetë më i kujdesshëm në këto kthesa Sonaj që të mos ndeshet me muret. 50 sekonda deri tani. 52 sekonda Sonaj. Bravo Sonaj. 52 sekonda. Një e 3, kërë është më tëllë. Tani, rodhe me ko virusi. Rodhe ke qenë shumë i mirë Sonaj. Po mësovi. Je për të admiruar kësaj radhe. Ju do të. Ju kalëzu qënë për një me më të rreth jam. Vish më zgjerë piskenës. Ta dojnë. Turake. Mos ta njën bre? Virusi duhet të afrohet tek starti dhe 58 sekunda ishin për Sonajn. Virus mirë është pozicioni. Është gati gjithçka, ta presim 52. 52 Sonaj. Virusi duhet jetë më i shpejt se 52 sekunda. 5, 4, 3, 2, 1 dhe niset virusi. Shohim me çfarë shpejtësie do ta kaloj shtekun zotëri virusi. E ka përcen kthesën e parë. Përkraje pak për virusin publiku. Një shpejtësi fenomenale në rrethin e parë për 21 sekonda. Shkojmë të rrethi i dytë. Virusi e ka kohën shumë më të mirë se sa Sonaj, nëse nuk bën ndonjë problem tani.
Dhe 40 sekonda saksisht për Virusin. 40 sekonda. E fitoj Goran Virusi. E ka qenë ferë. Bravo. Ata shtrykën ta shumë në poshtë. 10 pikë për ekipin e Teatrit Prishtines. Mama më thëmë thuj që u bazë. Kjo sfid, pra, këtë sfide fitoj ekipi i Teatrit të Prishtines. Bravo, burë. 10 pikë. Ferba. Virusi arriti të fitoj 10 pikë. Shtash fillon lufta e Dërsa vërtet. rezultati përgjithshëm është i barabartë 60 me 60. Jemi shumë afër sfidës së fundit. Ajti bujna, se u kryna këtë. Po rritet tensioni të dy ekipet. Ta shohim tani se cila është sfida e radhës. Sfida e radhës, kapja e Ariut Vardem. Gjithsejt i keni 2 minuta në dispozicion në trampolin. Të 3 garusit jeni në lojë, mund të ndroheni si të doni brenda 2 minuta. Ai cili kap më shumë ari edhe fiton garën. Atë lujon në qëto. Të paret që do të luajnë. Vjelja e arinjve. Ose ma shqip, vjelja e Ariut. E Arusës. Kalojmë të studio 2. është gati gjithë shka. Shkojmë të studio 2. Po majleti... Hajde bre, hajde! Teatri i Prishtines Jo, do në garojnë. fakt Irani shko ma shumë. 2 minuta, Virus. Shpëtim të Çdo gjë është gati. Shpëtimi apo? Këtu ja. Kush do t'luaj pari? Shpëtimi se ma i trash. Okej. Shpëtimi kërcen më Arusha larg. janë duke të pritur. Mama telefoni. Grupi ju mas pari, ja? Ose leje, sunoj. Okej, sunoj pari. Hajde, sunoj! Do presim vetëm numrimin Sunaj, prit. Zek, vetëm 2 Loja për po ju. fillon. Për 5, 4, 3, 2, 1, mund të fillosh Sunaj. loja starton. Fillon kua për Sunajin. Shohim se sa Hajde! arin të vegjël do të arriti me... Hajde! Opa! Shumë afer, Muhameti. E kap Zeka njari. Hajde Zeka! Bravo! Ty! Hajde Zeka! Edhe 1 minutë e 15 sekonda për ekipin e 3 personazheve. Bravo Zeka! Synaj, largo bre aty, Synaj! Jemi të pengu Zeka, Synaj! Synaj, largo! Largaj Arusha. Po, sunaj si pa vik. Bravo! 4 apo 5 arini ka kapur Zeka. Hajde Zek! Shumë afer që t'i kap 6 tani të shohim. Zeka 5 mbetet. Koncentrou Zek! 43 sekonda, Zek koncentrou. Dhe kap edhe të 6 Zeka. Ka dole Zek, koncentrou! Kush ka dole? Shohim i Ka ka dole, koncentrou! Ka dole! edhe 32-3 sekonda Zeka. Ka dole! Shumë afer. 6 arusha të veçla Nuk është me të 2 dura! vogla. Ngritet Zeka, ka kapur edhe të 7 sekonda të fundit. Qire këtu! Qako, edhe një Zek! 8 arusha për Zekën. Edhe një Zek! Edhe një kape! 8, 7, Edhe një Zek! 6, Ka dole! 5, 4, Ka dole! Edhe një! 2, 1 dhe merë fund gjithçka. Bravo Zek! Bravo, Zek. Bravo! Merë fund gjithçka, 8 arusha të kapura për Zekën. Tani ekipi i Teatrit Prishtines. Kush do të futet në trampolin? Ti që ke arrive! O, i trosh, mos provo. Ja, e provoj. Ti që ke arrive! No, mi mos e provoj. Tani të presim ekipi i Teatrit Prishtines. Edita. Ndroni. Pesha, s'fa shans. Po me pjesht madhe është ma shumë. Largoni këta kur të ma ma mira. mirë mos të pengon. Po Që se ka vitar e gjuj anën tjetër. E që to tha shqit një do majmuna tjerë, se ky nuk i Zeka krejt. Unë e këta i habet. Shpëtimi pra u fut në trampolin. 2 minuta i ki kosh me tim. Kujdes, prit. Loja po fillon. Timi krejt kam i morë në fare. 4, 3, 2, ja, mund të fillosh shpëtim. Loja starton. Hajde, E ki 1 minutë e gjysmë për të zënë. hajde.
8 apo më shumë Arusha. Shpëtim largoj Arushën nga ty. Probleme për shpëtimin, I kap të dyja shpëtimin. Shko ty për njerë. Katër I ka kap. Hajde, shpëtim. 5 Arusha për shpëtimin. Edhe 3 për të barazuar. 6 Arusha shpëtimi. Minuta e fundit. Hajde dhe, s'kama, jo. Shpëtimi qenë ka fenomenal. Qojmë tani virusin. Hajde virus. Virusit po ja bon. Ja, s'po bujsh ma vjetë. 45 sekonda të në fund. Shpëtim. Jo. Shpëtim edhe 3 duhet I kapësh për të barazuar. Shumë afër është shpëtimi. 35 sekonda. Që da I ti manat, shpëtim. Sa myllë me fitu. Edhe 3 edhe 4 për të barazuar. Shumë afër. Se, shpëtim. 23 sekonda. 20 sekonda dhe në fund shpëtim. Tani virusi shumë afër rëzohet. 10 sekonda. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, merë fund gjithçka. Fitore ekipit të 3 personazheve. Fituar. Evitoj këtë sfidë. Bravo, Fitore Zek. për ekipin e teatrit të Prishtinës. Na kam teshtë. Bravo, Zek. Na shpëtove, Zek, na shpëtove. O, shpëtim. A të thos. Ma mirë pak si iq. Thash ma mirë. Shpëtimi ishte ofër, por... Zek, ndrojëm me shpëtimi, se ti tash je shpëtimi jonë. Pra, të ndëruar shikus, fitoj këtë sfid ekipi 3 personazhet. Rezultati është 70 me 60. Në përsi 10 pikë kaloj për seri ekipi 3 personazhet. Tash edhe një loja? Tash është me ujë, në shërë. Garusit janë lodhër. Ta presim tani cila është sfida e radhës edhe pak pauzë disa sekonda. Kjo është loja e fundit. Sfida e fundit, kamarjeri I shpejt, një garus I lidhur me litar, ai duhet I bart pije deri në tavolinën tjetër, dhe I treti duhet të pi. Ishme pi me pi, apo me pi? Ai cili pin me shumë, I fiton 10 pikë, ndërsa ai I cili bart me shumë 5 pikë. Të 3 garusit jeni në garë, kjo sfidi ka 15 pikë, në qofë se kuptohet, në qofë se I fiton të 2 lojat, edhe me pi, edhe me bart. Një garus I mbush, një I bart kamarjeri dhe I treti është ai cili do të pinë. Të paret janë ekipi teatrit të Prishtinës. Unë shpëti shumë, Virusi, Fiorentina dhe shpëtimi. Një sfidë interesante. Kjo e përcakton edhe fitusin e kësaj gare. Shpëtimi është, ai duhet të zbatë shkucat. Për fati kom prej thaj dje. Pra, shpëtimi është ai cili I pari... Shtë dyja shka janë. Shpëtimi është ai cili rolin e kamarierit. Me pi uja edhe digël? Ja, Golden Eagle me pi. Golden Eagle me pi? Po. Kamera. Shpëtimi! Ja, kam pi edhe ma herët. Derin 750 mg duket është... 800, apo? Sa? 800 ka pi mas shumë të deri. Një I ka 250. 800, kush I ka pi 800? I ka pi... Unë me dek po me fitu po. Sa minuta është loja? Kjo loj ka 2 minuta. Brenda 2 minuta, ta shohim se sa pije do të arrin t'i bartin dhe sa do t'i pim. Edhe të majtën? Shpëtimi është duke u përgatitur. Unë e qëtu I marë, po. Unë jam të dash murdzu para se me hinë shampon. Gati shpëtimi ka vesh një farpanciri. Sfida e parë fillon. 2 minuta I kem dispozicion. Loja po fillon. Për 5, Rëdzona që ka mu po tjetër. 3, E ki 2 shekat I një loja starton. Fillon koha për ekipin e aktorve. Mund të I afrosh aty shpëtim tavolinës së kuqe. Florentin, ma shpejt.
Florentin, ma shpejt. Se sa gota do t'i mbush Florentina. Mundesh me vazhdu në derisa ti mbush tjera, me 2-3. Mundesh me marrë 3-4 gota me... Merri shpëtim, hajde ma shpejt. Shpëtim, bëmi që ato. Okej. Mushi tjera tin, ma shpejt, shpëtim. Nisë tani shpëtimit, shohem se si do të përfundoj deri në fund. Jo, si ka nërmen mërzu, jo. 1 minutë e gjysmë më shpëtimi. 1 minutë e gjys. I ke, deri në fund. A këtu? Qose nuk merë haz, është problem. Problem tani për shpëtimin. 1 minutë e 18, mjaft mirë është duke japur. Dhe arrin deri te tavolina. A të dhejnë akmetash. Ku virusi është duke pritur për të i pirë pjet. Ma shpejt, veç pak, se s'kena vak. A për që do? A frejko. Shohem tani 52-3 sekonda shpëtim. Sa dush? Vrapo, shpëtim. Jo, se zona. A i vatësoj karti. Jo, se zona, sigurt. Ja, ato me mililitra është i ma. A me litrë? Sigurt. 40 sekonda deri në fund. Shpëtimi, po i afro tavolinës shpëtimi. Hajde shpëtim. O, hajde. O, hajde bre, hajde. Vrapo, shpëtim. 25 sekonda për shpëtimin. Nuk arrin që të i vendos gotat mbi tavolinë. Shpejt. Shohem a do të arrin në këtë. Shpejt, shpëtim. Hajde shpejt, shpëtim. Hajde, 10 sekonda deri në fund. Shpejt. Arrin shpëtimi 5, 3, 2, 1. Dhe merë fund gjithçka. Përfundoj gjithçka virus. Jo, gjitha të i numëran sa i ka bord, a sa i ka pi, a i ke shkru? Okej. Sa mililitra janë bord dhe sa janë pi? Ndërsa gjithsejt janë bord 700 plus 400. 1 litër e 100 mililitra janë bartur, ndërsa janë pirë 400, apo? 400, po. Ta shohem tani ekipin kundërshtar. Tani 3 personazhet, cili do tjetë ai Garusi, kamarieri, shpejt. Muhameti, apo? Muhameti e luan rolin e kamarierit. Sonoj pin, ndërsa Vlora është ajo e cila do t'i mbush tazat me pije. Fesh një moment, kjo vojza të shkja... A ti mathi këpucat asha në i senë? Po, tash e përfundove garën. Tu mathi këpucat do në të këshu këta tu knoqa, po? Okej. Qa është të diqka? Muhamet Zeka është duke u përgaditur. Pse? Qështë? Tu të dojmë najta? Na i numërojmë, okej, më s'kite. Ti veç pi, na im këtu, numërojmë. Gati jem? Duke se jemi gati, shkojmë me countdown. Prite countdownin edhe fillon Lora të mbush. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Gati jem? Loja starton. Fillon koha për ekipin e 3 personazheve. 2 minuta i kam për të e ka përcyer atë shifrën që e bartën dhe e pin kundërshtarët. 1 litër e 100 mililitra të bartura, 400 mililitra të kapërdisura. Shohem tani. Normalisht më mirë është të bartni më pak gota. E më shumë herë, se sa më shumë gota më pak herë. Nisët trimi për gurbet. Shohem a do të arri atje. Edhe shpëtimi ka mohë pucat. 1 minutë e 15 sekonda ka arritur ti dërgoj disa gota aty. Pret. Gjithë më të mbushura. Ta shohem tani Zekën. Shko. Sa mililitra janë në pyetje aty? Sa ka mbush? Bevani sa pak tjetër më falë? Enis, a kemi të qartë? 200? 200 i ka pivesh. Op. Mojë Zek. 50 sekonda për Zekën. Në morë ato. 40 sekonda të fundit. Jo, pritë dhe një. O, hajde bre, hajde zënaj. Hajde tjetra, shko.
200. Deri me tani 200 i kanë bort. Tani Zeka me 24 sekunda drejt synimit të ti. Më në fund tabakun e tretë arrin. 15 sekunda dër në fund. Hajde Zek, shko. 400 i kanë pija ta e fitoj. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Bravo Zeka. E fiton synoj këtë sfit me ekipin e ti. Sa mililitra e në pyetjenis? 800 i kam pi. Sunaj e doj. A bëni letër të lutem. Tani ti numrojme dhe sa janë të bortura. Po më do këtë ki marrë energji për të njavën me 800 mililitra gotë të Nikola. Faleminderit. Sheshel, jem këburë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të shumë. Pra sfida e fundit, mbaroj të 2 gorat i fituan ekipi 3 personazhet, edhe bartën më shumë, edhe... Bushen më shumë. Bushen më shumë, po edhe kam pi më shumë. 800 mililitra i ka pi Sunaj, ndërsa i kam bart 1200. Pra të ndëruar shikus, fitoria i takon ekipit 3 personazhet, rezultati është 85-60. Urime fitoria. Diros, faleminderit për gjitha. Kishin posë në ekip 2. Ishtë shumë për fitores. Urime. Shpëtim. Urime. Faleminderit. Urime humbja gjysh. Mos u ndini keq. Pro, e kemi edhe një zakon fotografinë për shëndetjes. Hajde fotografin. Të ndëruar shikus, këtu pëndajemi derin javën që vjen. Ekipi fitus 3 personazhet, me këta takohemi përsëri në vazhdim, ndërsa ekipit Teatrit të Prishtinës i dhurojmë pas në një sfidë të vogël. Këtu pëndajemi nga emissioni Super Sfida! Synaj urtonë! Një goditje bukur kjo, i afrot vrimës për mrekulli. Si e virus brima, ti si konç po mdokës. Virusi! Edhe virusi me një goditje të jashtme. Ka dalë Zek. E qëllon dhe fiton me njerë! Shkupi. Qupi. Jo. Shkupi. Ka. Gjeli. Sugjon. Ka filluar koha për virusin. Kafe. Majonez. Qizme. Dollap. Bravo. 25 sekunda për shpëtimin. E fiton Synoj këtë sfidë me ekipin e tij.